Ndërkohë që SPAK dhe GKK nuk e kanë mbyllur ende çështjen e aferës së mbetjeve, qeveria nuk ka mbyllur llogaritë me investimet për to, duke financuar miliona lekë shtesë. Megjithse kryeministri Edi Rama i ka inauguruar qendrat e grumbullim djegjes me bujë dhe vijon të deklaroj se ato janë në funksionim sipas projekteve të investimit, këtë javë është zhvilluar një tender për projektimin e infrastrukturës së tyre në Fier dhe Elbasan. Dokumenti i datës 26 janar 2026 që po publikon pamfleti dëshmon se qeveria përmes Agjencisë Kombëtare të Ekonomisë së Mbetjeve si ent financues dhe operatorit të blerjeve të përqendruara si ent prokurues ka finalizuar fonde shtesë për mbetjet. Procedura e prokurimit ka si objekt projektimi i infrastrukturës së menaxhimit të mbetjeve në zonat e mbetjeve në Fier dhe Elbasan, e ndarë në 2 lote me vlerë totale kontrate 710 milion lekë dhënë kompanisë Geoconsultant Co. ShPK. Për projektimin e infrastrukturës së mbetjeve në Fier, financimi i shtesë është 344 milion lekë me TVSH, ndërsa për zonën e mbetjeve në Elbasan, investimi është 366 milion lekë me TVSH. Zona e menaxhimit dhe përpunimit të mbetjeve në Fier dhe Elbasan janë landfillet dhe incineratorët. Për infrastrukturën e vend depozitimit dhe teknologjinë e djegjes së të cilëve janë shpenzuar rreth 35 milionë euro në Elbasan dhe 30 milionë euro në Fier, por incineratorët rezultojnë jashtë funksionit. Në Fier, zona e depozitimit të mbetjeve dhe incineratorët nuk janë marrë ende në dorëzim nga qeveria dhe bashkia, pasi Klodian Zoto dhe Mirel Mërtieri, pronarët e kompanisë që mori tenderin e ndërtimit, prej 4 vitesh janë arrati pas procedimit penal nga SPAK. Në Elbasan, vend depozitimi dhe incineratori janë marrë në dorëzim nga qeveria dhe 7 bashkitë e qarkut, të cilat krijuan shoqërinë Ekoelb, por incineratori nuk funksionon. Ndërkohë, po shpenzojnë miliona lekë të tjera, por ai nuk mund të vihet në punë, pasi pajisjet janë në gjendje skrapi. Mbetjet në Elbasan vetëm depozitohen dhe shtohen për ditë, ajsa drejtuesit e Ekoelb në bashkëpunim me kryetarin e bashkisë Elbasan, Gledin Llatja, shpesh u vën zjarri mbetjeve, ndërsa tani qeveria ka financuar çekun e radhës për 710 milion lekësh për projektimin e infrastrukturës së zonave të mbetjeve në Fier dhe Elbasan. Kjo do të thotë se pas projektimit do të ketë financime të tjera shtesë për investimet e projekteve, vlera e të cilave nuk dihet se sa do të përcaktohet nga babloku.